Dita e sotme është për mua dita më e errët dhe e trishtuar e jetës. Po ndahem me njeriu me të cilin kalova një çerek shekulli jetë dhe me të cilin më lidhen, përveç dashurisë, shumë ëndra, shpresa e zhgënjimet përbashkëta. Sot është një nga ato ditë që unë nuk do të dëshiroja të jetoja kur. E tillë është kjo ditë edhe për fëmijët tanë, Sokolin, Etën dhe Klajdin. Këtu e një çerek shekulli më parë, unë një vajzë fare e re, me intuitën e moshës pafajshme, rash në dashuri me patosin. Atëherë sigurisht nuk e kuptoja pse. Por tani e di. Kisha rënë në dashuri jo thjesht me fatosin si person, por shumë më shumë se kaq. Kisha rënë në dashuri njëkohësisht edhe me vizionin e një Shqipërie ndryshe. Komplet tjetër nga ajo që jetonim aso kohe. Të një Shqipërie që për herë më shumë lipsej të largohej me urgjencë nga tradita e saj shekullore e barbarisë, hakmarrjeve, liksive, primitivizmit, dhe të fitonte një kurs tjetër, civil, modern dhe europian. Dhe të gjitha këto do t'i gjeja tek Fatosi, sepse Fatosi ishte shumë më tepër se sa një figurë publike. Shumë më tepër nga ato që janë thënë dhe do të thuhen në histori dhe nëpër media. Fatosi ishte i vërtet. Ai nuk dinte dhe nuk donte asnjëherë të shtirej. Ai nuk merrte poza. E urrente populizmin. Ai bënte atë që besonte dhe besonte tek ajo që bënte. Sepse ai besonte me shpirt në vlerat europiane. Ai kishte një zemër të madhe, një zemër që dinte të falte, të mirë kuptonte dhe të donte me gjithë qenien e tij. Hakmarrja ishte një cilësi të cilën ai jo vetëm nuk e kishte, por nuk pranonte ta njihte. Më së miri, këtë e dëshmoi në periudhën kur e drejtoi qeverinë menjëherë pas burgimit pa drejtë, kur vendi ishte në prag të përplasjes më të madhe civile. Ishte sjellja e tij që rindërtoi atë që edhe pse nuk duket, është thelbi i jetës së një vendi. Paqja sociale. Po sot, me zdimje së thellë, kam një ndjenjë edhe më të lartë mirënjohje. Mirënjohje që pata fatin ta njihja. Mirënjohje që pata fatin të ecja krahti. Të qeshnim dhe të vuhanim bashk, të jetonim. Dua t'i them edhe njerë publikisht, faleminderit Fatos. Faleminderit që më deshe dhe që më the mundësin të dua. Faleminderit që ishe ky që ishe. Faleminderit që edhe vetën tënde, të gjithën, pa kursim, për mua, për ne, për vendin tonë. Do të mbetesh për herë në kujtesën tonë, jo vetëm si burr shteti, por mbi të gjitha si njeri u ynë. Ai më mësoi shumë çka, garën e vërtet, udhëheqjen si përgjegjësi, ringritjen. Ai ishte njeriu shumë dimensional, që më foli për socialdemokracinë, për ekonominë e tregut, për Shqipërinë europiane, për distancimin nga Afrika, sepse ai e donte lirinë si frym, jo si slogan. Po sa të pas kanë dashur e të pas kanë admiruar mor burri dheut. Po dhe ata që se lanë shkop ndër rrota pa të vënë, dhe gurë në kuriz pa të hedhur, me zi që pas këshin pritur, të ta tregonin dashurin e adhurimin
sa po ta merrin vesh që nuk do t'i hapësh më sytë. More deri dhe ata që të kallën në burg, duke t'akuzuar si vjedhës, dhe që erdhën të vrasin në zyrë, duke të mallkuar si vrasës, e që të lëshuan mbi fytyrë për vite e vite tëra me radhë, tërë të zezat e gjuhës shqipe, veç ta shije se si ti kanë qëndisur aq bukur fjalët e admiratës tyre. Ndër ata që e nderuan kryetarin ton me fjalë të mëdha pas vdekjes, ishin dhe ata që e ngritën dhe ulën tradhtar. Pse takoi Slobodan Miloševićin gjatë një aktiviteti ndërkombëtar në Selanik dhe për plot të tjera që nuk ja vlen t'i kujtoj. Unë e kam dëgjuar prej tij bisedën me kasapin e Beogradit dhe nuk e kam idenë nëse Fatosi e ka lënë të shkruar diku. Por jo vetëm që në atë takim dhe në atë bisedë nuk ka asgjë prej tradhtari, po kur një ditë të dalin si duhet në dritë, fjalët e thëna në atë takim, si dhe takimet, bisedat dhe bashkëpunimet e Fatos Nanës me patriotët e lëvizjes kombëtare për lirinë dhe drejtat e shqiptarëve në Kosovë dhe në Maqedoni, atëherë askush, askush nuk do të mund të vërë ndyshim se kontributi patriotik i kryetarit themelues partisë son për shlirimin e Kosovës dhe për nënshkrimin e marrëveshjes së Ohrit e rendit Fatos Nanon në rreshtat e nderit të historisë së Shqipërisë.